Tregtarët e tregut industrial u paraqitën këtë të premte pranë ambienteve të Pallatit Kulturës, aty ku u zhvillua mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak të Vlorës për të kërkuar një zgjidhje përfundimtare mbi të ardhmen e aktivitetit të tyre tregtar, pas nisjes së punimeve për ndërtimin e tregut të ri. Të mbledhur në hyrje të godinës, ata u shprehën se nuk janë kundër ndërtimit të një tregu modern me standarde më të mira, por sipas tyre kundërshtojnë faktin që deri tani nuk u është vënë në dispozicion një alternativë funksionale ku të ushtrojnë aktivitetin gjatë periudhës së tranzicionit. Ne jemi të gjusa thjesht. Ne do të dëgjojmë. Duam të dimë të vrihet problemi jon. Hajde. Ne duam të dëgjojmë. Ne do të dëgjojmë. Sipas tyre, zhvendosja pa një zgjidhje të ndërmjetme dhe të përshtatshme i vendos përballë rrezikut real të mbylljes së bizneseve dhe humbjes së të ardhurave që sigurojnë përjetesën e familjeve të tyre. Kemi ardhur të bëjmë sensibilizim. Duam të dimë ku. Ne po na hedhin poshtë, po na përshkatojnë, po na marrin bukën e gojës. Sa vite keni që punoni në treg? 33 vjet. 33 vjet rregullisht me tatim, me taksa. Sot një për një lejuar për një për një? Jo, nuk na lejojnë, na konkretisht ku i kemi politikë. Nuk na lejojnë. Na thanë që datën 30 vjen lidhet Këshilli Bashkiak, do vendosin. Konkretisht na thanë antarët e Këshillit Bashkiak na thanë që nuk është në rend të ditës. Fare. Kushte është mbuluar vendi, i keni të gjitha këto që ku të lini mallin. Këtu ka tregtar që kanë 30 vjet që punojnë dhe atë sasi lekësh e kanë bërë mall. Si mund dash në rrugë, ikshit në rrugë thotë. Nuk është e drejtë, nuk është normale. A keni pa një takim më herë në bashkë? Asnjë takim konkret, vetëm është vendosur dhe pikë. Sot çfarë do kërkoni këtu? Ne duam e para të informohemi si ku do lëvizim, se na caktohet vendi një herë. Vetëm firmosni këtu dhe do vini në një vend. Po ku? Të bëj një treg. Ku është ky vend? Shumë të rregull, pa të pusim kokën. Sa vite keni që tregtoni? Unë kam 30 vjet që tregtoj atje. Të gjitha kushtet në treg i kemi kryer vetë. Sot nuk kanë lënë të hyjnë çfarë? Sot nuk kemi vajtur 2-3 herë, na ka thënë ku të vemi, kemi dhënë disa alternativa. Kjo është private, kjo është kështu, kjo është ashtu. Kur të bëhen mbledhje këshilli ka thonë, hajdeni ta diskutojmë, do vendosin se çfarë do bëjmë. Jeni pengur të merrni pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak? Po, tani sta na policia. Na lejoni të dëgjojmë çfarë do bëhet me ne. Ne kemi 35 vjet që punojmë atje. Jemi pro zhvillimit. Të na bëj një treg të ri, kryetari e bashkisë, se ajo thot që e ka bërë ai dredha ka hedh firmën. Ku e ka transparencën? Kemi miliona lek brenda. Të më jap lekët e mallit dhe unë liroj vendin. Jemi pro zhvillimit. Po atje janë 500 familje me 5000 nga mbas. Dhe ku do shkoni ju kur nisi? E di ai ku i ka tokat publike. E di kryetari atë. S'na ka thënë asgjë pra. S'na ka thënë asnjë gjë dhe të na thot një vit përpara që mos të merri mall. Ne mall kemi marr edhe në janar. Dhe mbase që ikim ne, vjen nën kryetarja me drejtorin dhe me këflet nuk e di, duhet e lironi për 3 ditë. Atje janë maune me mall. Si mund të lirohesh bukën e fëmijëve për 3 ditë? Tregtarët kërkuan që bashkia të ofrojë një hapësirë të organizuar me kushte minimale infrastrukturore, akses për qytetarët dhe mundësinë reale të shitjes, duke theksuar se çdo zgjidhje provizore në zona të largëta ose të paaksesueshme do të ishte e dështuar. Ata nënvizuan pashtu se klientela e tyre është krijuar prej vitesh në atë zonë dhe një shkëputje e menjëhershme pa plan të qartë rrezikon t'i çojë ata drejt falimentit të aktivitetit të tyre tregtar. Përfaqësues të tregtarëve u shprehën po ashtu se kërkuan disa herë dialog me institucionet vendore, por deri më tani sipas tyre nuk kanë marrë një përgjigje konkrete mbi vendodhjen si dhe kushtet e tregut të përkohshëm. Kjo pasiguri, thon ata, po i mban në ankth dhe i pengon të planifikojnë në vazhdimsi në aktivitetit të tyre.